Mirëmbrëma të nderuar teleshikues dhe dëgjues të Radio Tiranës, Radio Televizion Shqiptar. Në podcastin e tim, podcastin me Nazarkon, është sot ish presidenti i Shqipërisë, General Alfred Mojsiu. Përshëndetje, president. Përshëndetje. Është kënaqësi dhe nderi veçantë që t'ju kem këtu. Faleminderit për ftesën, që unë erdha që të kam mikë vjetër këtu, sepse edhe shumë qef. Edhe shumë qef nuk ishte. Jo. Dhe ardhja këtu tek unë nën kuptonte edhe ngjitjen e 4 palë shkallëve në moshën 96 vjeç. Një ndërmarrje e vështirë. Fiskulturë e mirë është. Fiskulturë e mirë. Po ju e përballuat me sukses dhe shoh që jeni i freskët sikur u takuam, do pa ngjitur shkallën. Për brezat e rinj, për ata që nuk e njohin, unë po ofroj një profil të shkurtër të president Mojsiut, të general Alfred Mojsiut. Është i lindur në 1 dhjetor 1929 në Shkodër, në një nga ato zhvendosjet e papait vet, i cili ka qenë gjithashtu një ushtarak i lartë i mbretërisë shqiptare dhe pastaj ushtarak i lartë gjatë luftës nacionale shqiptare, si komandant i shtabit përgjithshëm të ushtrisë, nga ato detyra të cilat harrohet shpesh nga historiografia jonë, ushtarak i lartë i ati edhe në ato ushtrinë e krijuar menjëherë mbas çlirimit të vendit me detyra të larta të rëndësishme, në cilën ruajti profilin e atij ushtarakut i cili nuk sakrifikoi bindjet e veta për shkak të orientimit ideologjik të shtetit asaj kohe. Presidenti Mojsiu u rrit në Shkodër, ku pati mundësinë që të ndiqte edhe shkollimin fillor. Pastaj në 1948 ka shkuar në Leningrad, ku filloi studimet për inxhinieri ushtarake. Në 1958 në Akademinë Ushtarake të Moskës, 52 në Akademinë Ushtarake të Moskës, apo jo? Ka patur detyra të larta në ushtrinë shqiptare. 1981 ka qenë zëvendës ministër, 1981-1982 zëvendës ministri i mbrojtjes. Ka zhvilluar detyra të rëndësishme në mbrojtjen e vendit, kryesisht në detyra me karakter inxhinierik apo gjenierik, në një nga drejtuesit apo projektuesit, ideuesit e mbrojtjes së fortifikimit të vendit. Po ashtu, në 1991 ka qenë ministri i mbrojtjes në qeverinë e pajtimit kombëtar, 1992. 1994 ka themeluar shoqatën e Atlantikut të Shqipërisë. Në 2002-2007 ka qenë presidenti i Shqipërisë, i paraprir nga Recep Mejdani, dhe prej 2007-s si ish president zhvillon një veprimtari të dendur duke këshilluar institucionet shqiptare, gjithmonë ata që kanë nevojë për këshilla, dhe e ka sublimuar eksperiencën e vet në shtetin shqiptar nëpërmjet botimit të disa libra. Natyrisht ka dekoratat më të larta të disa shtete, ku do të vlerësoj atë të Britanisë së Madhe, një urdhër mbretëror të Kroacisë, Polonisë dhe të Lituanisë. Natyrisht mbante urdhrin Skënderbeut të shtetit shqiptar. Ishte djali më i madh i general Spiro Mojsiut, apo jo. Dhe ishte pra këto janë në një farë mënyrë disa nga ato momentet karakterizues apo përcaktues të jetës së presidentit dhe general Alfred Mojsiut. Po e fillojmë me pjesën e parë të jetës suaj. Ne kemi folur bashkë shpesh dhe kemi përmendur eksperiencën në shkollën në Shkodër. Ato përpjekjet për t'ju ndarë midis një prifte dhe një hoxhe. Ai më ka ngelur mendje. Jo, shiko. Si që the vetë, babai më ka qenë oficer i ushtrisë mbretërore dhe atëherë ushtarakët lëvizin shumë shpejt. Gati çdo vit lëvizte nga pozicionin i tij ku ishte. Kështu që unë në shkollë kam filluar në Fier,
Dhe klasën e parë kam vazhduar pastaj në Berat, klasën e parë, dhe klasën e dytë, klasën e tretë e kam bërë në Tiranë, klasën e katërt e kam bërë në Shkodër. Ai episodi i priftit me Hoxhën Ai që ka jetë në Shkodër. në Shkodër, atë e mbaja mend. Atëherë ishte sepse në shkollë kishte mësim feje. Po. Edhe si që jemi ne shqiptarët, jemi 3 fe, edhe kur ishte ora e tillë, ora e fes, që quhesh, se ti shkonte sipas përkatësisë fetare. Dhe në Shkodër unë po kërkoja dhe ku është ortodoksi. Mi po për fat hyrjet, klasat e ortodoksit me katolike ishin ball për ball. E tani unë në parë në moment del prifti katolik i bënde mësim katolikve edhe këtu thot po. Kur doli pastaj ortodoksi tha jota, ky është ortodokse. Jo më të po kjo e ka në pret. Edhe fillu me të rinjë unë se isha unë si, i ka në moshën 10. Edhe unë një i dhash, krave i blova kravat, edhe i ka me vrap. Për fat, valja në shpitë, më të ndohë dhe i matë. Pse erë dhe ka një shpitë? Po, erë dhe ata sepse gjeda binal dhe shpitë, ja të regoj historitë. Edhe pasaj edhe i matë, edhe ishte në gjerat të qijin. Unë kanë gjerat, kush buat? Emri ortodoksë, ajo të më takotë. Ju keni të dy prindri, Ortodoksë dy. Po, Të dy nga Kavaja. të dy nga Kavaja. Edhe nëna dhe babai. Po nuk keni lidhje me... Unë kam lidhur në Shkodër vetë. Po, Në 1980, që që thate ju, por që që thash, lëvizit shumë pëse, nga çdo vit bëri ndryshime, të sejme. Kështu që në Shkodër u kthye pastaj në vitin 38 i matë, ishin në Berat, nga Berat u trasferuar për Shkodër, komandanti i batalionit kufirit në atë kohë. Edhe atje e zuri dhe pushtimi italian. po. Do flasim për atë periudhë. Po me qenë se ju treguat se si ju shkëputët në këtë eksperiencën e parë, në kontaktin e parë me njerëzit e fesë, ju shkëputët të dyve. Vallë jeni ateist, jo? Jo, unë nuk është përë se isha ateist. Jo, po flas tani në jetë, në jetë. Në atë kohë s'kishit përfiturim e parë. Në vjeqë. Po 9 vjeç, po. Edhe puna është që tani unë si për drejti, jo. Këtë e kuptoj si episod jetësor, shumë i bukur, simbolik, po Edhe unë me punë me fetatu ka për historie tjera, po, të më vonshme. po, Gjatë luftës, ne ishim në Gal në Shijak. Dhe unë kisha emrin Tomor Kuka. Ishim në njoftimi gjithë dhe pajisëm ishim njësit i gueril i Tiranës, na ishim pajisëm dhe dokumente për kalse. për shkak se babai juaj ishte udhëheqës i lartë i ushtrisë. Në lufta, të kishë ato dhe partizan. Edhe ka qenë dhjetori i vitit 43. Dhe ishte Bajrami. Mi po Shijaku në pak është një qytet shumë fetar. E në atë kohë ka qenë. E sot besoj nuk e di. Dhe kështu po që rutat i qenë fetare. Dhe bisedoj me ti me em. I thash dhe tani jemi musliman, duhet bëjmë edhe kurban, se ishte Kishit e emrin Tomor Kuka, po. Bajrami, po. Se ndyshe të bini më sy, dhe me të thonë që këta jesë me Bajram. Dhe mirë, dhe mi qenjë. I qenjë edhe unë tani do t'jej një kasap. Që ta presnit, po. Dhe pas aty në shtëpi pranë, një kasap që po ripë të qenjë. Qenjë një fqinjës aty. Edhe vajtë e thash,
o daje bendita. Si që ka përdori dhe realisht, daje, si në dhejtit i detoj të mlejve. Si thirrje kështu Po. e pranuar. Dhe e da do të thel edhe neve kiq. Mirë ta, përndaj ta, po si do e doni ta, me grop o pa grop? Nuk po mendoja, se kisha ide që shko me grop, e pa grop tani. Tha, ore ta, ti, a je turk, thë mu? Turk e ta ndryllaj tash. Po si që ujtë të morë? Po mirë të morë ta, po nuk e dine, jo thash, po me ndoj tash, si është më mirë. Bërë një dredh trasit dhe unë. Tha më mjeta, unë nuk qëlloj ta bërë një ta, pa grop ta, se pa kështu e bërë 200 vete. Po bërë me grop ta, 8 katër të dinari ta. 1 katër më ta mani vetë ta. Që është zakonit ta. Po mirë pa grop të që, e ndese. Po kjo ka një histori, kjo vazhdojnë, në vitin 2002, kur unë isha president e Republikës, vajta Në Shjak. të kryemiftin e Tiranës, për urim, një Shjak, Tiranë. Edhe ki ishte në atë kohë kryemiftin Aziz Koçi. Po. Edhe duke bërsh mua betë që edhe ku kam një histori tash për Bajami. Qa histori për ta mua? Po dhe pare sa them të histori dhe duke them tash si është a e diti sa mënyrë se si theret qenji në të kurbani. Si që ajo thërë kasapi dhe. Pa kasapi. Po, ka dhe me grope pa grope. Jo, era pa më djoj sa po. E më tash, unë jam kaur tash. E ti e turk tash, unë të atë kohë tash, jam shumë kur ishe turk e sejur tash. Se të kështu qështë, që si ma në atë kohë. Po. Edhe tash, edhe e tregoj historinë. Nuk e dini. Dhe më ka ndodhur mua kur provonin ato libet e mia, ishë në Urqin. Po. Atë në Urqin, aty e takova një hoqë, që e ditë këtë histori. Histori, po, si regull, do. Kështu që kjo ka histori të zgjatur se të Po. kjo të regimi që pyet juve. Dhe a ka qenë dhe më thënë një udhëheqës fetar, një pris fetar, a keni pat njëra që ka shenjuar jetën tuaj, a keni patur raport të afërt me njerëz të fesë, me i prifta, apo prindërit nuk ishin fetar? Zakoqën, shkonin kështu, në asë dhe kish, vetëm në disa solemet, kur ishin pashka. Zakonisht nuk, gjyqa ishte shumë fetare me këtë një shenjë. Nga babaj. Po. Nga nana e kam të respekt së më në të fare dhe. Por, ka kështu kontakte unë me pritët, me hoxalar, kam pasë me mësime. Mësim në fes, po. Po, me disa, kam pasë dhe kontakt me një prit italian. Padre Ottavio, me në të rëshqyqyën, Padre Ottavio. Gjatë luftës dytë. Gjatë luftës, si kur italian të ishi këtu, luftën ka qenë gjatë kohë si luftën italo-greke. Edhe... Ku ishi ty gjatë luftës italo-greke? Atë kemi ndetë në Elbasan, e pasaj u të asëruan për Luiz, në luqe se këtu, ishë 2 vëzët të time e babaj tim. Ishë të 2 punojnë në luqe me ishë me trekti. Dhe sigurisht që shkuam atje që t'ishë mafër, sepse i matë ishte në luft. I dini së të bataljonit do. Dhe atje ishë gjithë dhe landë dhe një kish provizore. Se kishte shumë ushtarë, dhe fronte, ishte pjesë e frontit. Dhe luqe Pravavi, po ishte gjyqi atë.
ose me vendosë korpamata e 9-11 shkujtohet mi tani, e ushtrisë italiane, dhe ishte dhe gjykata ushtarake. Edhe bini aty italianë ushtarë dezertorë. E bërin punë të tyre dhe gjykatët. Dhe ati ishte një prifqet që tashë, a i bis më ka mësuar shamun. Po nuk bënin tentativa për të ndikuar për të në shqiptarë dhe absolutisht. Ishin shumë të kujdesshëm për të punë, bënin punë e tyre edukative. Edukative si fjeqin ishim të thënë kështu. Në rast, unë isha 11 vjeç. Po, ju keni zgjedhur inxhinierin, keni patur qef në shkollën fillore apo të mesme matematikën, vizatimin teknik, pse zgjodhët inxhinierin? Pra, ka qenë ndonjë mësues që ju ka afruar, ka qenë i dashur, që ju ka afruar më shumë me këto shkencat eksakte me... Po këto zakonisht bëhen sipas njeriut. Po. Unë i kam pasur qef fakt. Edhe kur isha këtu në gjimnaz në Tiranë, familja ime në atë ishte ndryshe, dhe zakonisht për pushimet e vetë, unë me librin e ushtrimeve, ishte libri ishte nga 300 faqe kështu. Sigur një pjesë konsumosh nga profesori gjatë vitit mësimor, sigurisht. Mi po, 2-3 gati mete që bërë. Dhe unë gjatë kohës pushime, filloja me radhë gjithë ushtrimet i zhjitja vetë. Ishte si hobi, si arktim. Dhe ka qenë pasion ime, ka qenë matematika. E kam në një histori të tillë, që kur isha në akademia ku kam qenë më ishte inxhinierisë ushtarake dhe ishte 5 vjetë e gjysmë. Në Moskë, 52, Po, 57. Dhe ishte viti dytë, do të thënë ishte 4 semestra që ne kishim bërë matematikën. Dhe profesoresa po shpjegonte një zgjidhjen e një ushtrimi në klasë. Dhe ai ushtrimi ishte si thosh kombinimi gjithë njohurive matematikore, integrale, derivatet. Po aty edhe këto trigonometria, mirë algebra. Ishte një ushtrim të tillë të fundit ishin që kërkonin aplikimin e njohurive të gjitha fushave të matematikës. Edhe unë po ndiqja. Kur më rrije deri parë tani, vuri pikët, ka ishte. Mi po, si mas me do të vazhdonte. Ka që unë djale ishte të atë kohë, ishte 2 vjeç, 3 vjeç. Edhe sigurisht se, kur e mendoj tani them sa budalla kam bërë, si apasionuar pas matematikës, kërkova medej dhe shpresërisht, unë ta bëri shpresë u thamë. Ka që kjo vazhdon, thash. Mi po të një studenti, që do të shpresërisht që kur ajo thotë kaq, dhe pikë, vazhdon, pa taks, ka në ime, në fakt. Po, unë nuk e mendova në atë leqe, mendova thjesht pasion timin. Ditë të vejtë të ua. Me i natë. Dorën të bello. E vazhdova. Kaj vazhdova. Më pa një kështu, bjo për fatë, se një heshtë edhe në klasë. Edhe unë heshta, edhe heshti, edhe shokët e mi era zile e pushimit. E dollë për jashta. E por rije dhe me shokët e për mua betë. Dollë për sërishtë, për ta mua, të alë me silë, ani që këtu thëmë, për silë, kur do dhe ashtë. Tha, gjithë në shtriti, për mua, që këtë dashë në shtriti, mua. E njësë në shkegova ishtë a i, dhe më si gjysh. Tha, ti në s'kishtë pashtuar, tha për matematikës. E ishte opinioni saj, sigurisht. Pra, kam pasur, do të
Një nga lëndët që isha i dashuruar për të. Po, me qenë se ishim të matematika, pra matematika që si urë që ju afroj të këto, të inxhinieria, ju më keni treguar një episod, kur u bët president, kryetari i parlamentit ishte Skënder Gjinuçi, i cili gjithashtu një matematikan i madh, por që ndoshta nuk e pa me sy të mirë zgjedhjen tuaj. Dhe ju zhvilluat një bisedë që kishte sfond matematike. E në fakt e ftova zoti Gjinuçi për i kafe. Se i pa të bërë deklarata, vazhdojnë të lufta politike. Po, Edhe isha dhe biku i president Mejdani, po unë si ka në marrë asë një aktivitet, si të në ndërkohë si thonë, pas, për të si president, absolutisht. Më ftuan, po, edhe sigurisht që pranova, ka që puna ime. Edhe mi po, me sa duke qarkullon dhe mendimi, ose mu të kishtë me pas, mendime që unë duhet jam rëpjekur që ta arritë. po, Faktisht tash nuk isha marrë me të gjë. Jo se isha kundra, po që nuk ka që fusha ime politika me të drejtën. Politika partijake, si të thotë. Edhe unë e ftova për i kafe me thjesht për të sqaruar, qa ke? po. Unë që kishë mbaruar, ai vazhdonte. Ka patur një lloj mendjemadhësie kështu si me që vinte nga shkenca, i kishte Jo, një sens ironik kështu fort, nejse. Nuk Po e them unë këto, s'ka. nuk mund të them të gjëra. Okej. Unë kam marrë dhe mira shumë me zoti Gjinuçi. Kam pasur edhe, por këtu filloi Po, kthesa. po, E thash, zoti Gjinuçi thash, vitesh puna, gjallë generali titës, gjallë generali mund thash. Me prerali ushtarak jemi të dy thash. Matematicien titës, po dhe unë thash, nuk jam matematicien thash, po ka qenë hobi matematika. Dhe i tërgova të rastit e Moskës. kësa e Moskës. E të bëm shakara, pipi kafe, edhe për asaj kohë jemi me të bikë mirë. Babai juaj, domethënë, kush ka qenë ndër prindrit që ju ka dhënë ato shprehit që e kanë formësuar personalitetin tuaj, ta zëm regjimin e rrept, dëgjimin e më të vjetërve, afërsinë me librat, respektin për shtetin. Babai im lexonte. Edhe kishte, do të thotë, biblioteka atë, so thash, çdo vit bësh transferime. Është vështirë të kesh biblioteka atë, këto gjëra do të thotë. Edhe ata zakonisht me vetëm kravatin edhe një dollap. Kjo ishte plaçka. Tjera pastaj gjerin në shtëpi, që më në kira. Edhe babai më lexonte. Edhe unë Ai kishte studiuar në Itali, më duket apo? jo, ai ka pasur ka studiuar në Austri, Në Austri, po, shkollës austriake. gjatë luftës para luftës parë botërore, kur ishte prins viti këtu në Shqipëri, bën një vizitë në Kavaj, edhe mori rreth 23 djem nga Kavaja edhe i çoi për studimin në Austri. Edhe ai kam dhe fotografitë të botuara. Më bukur kjo, se ne nuk e dini që pas ka bërë prins viti dhe nga këto gjëra. Po, i mori dhe për të ai një mondi dhe të e njën që një të aktivizohesh në formimin e saj kulturore. Po të krijonte elitën e re, Sigurisht. shtetërore, ushtarake. Edhe pastaj u bë tradicionale, fakt, Po, Vjena për studentët shqiptarë. E ka pasur shumë. Nga fiqi im, në Kavaj për shumë ka pasur edhe 3-4 vetë që i studiuar në Austri më vonë. Pas nga kolakët, Gjuf Kolaka ka qenë që në thoi i pari edhe centralën elektrik në Tiranë. Dhe në vitet 20 ndoshta apo? Apo 7? jo, çik më vonë. Po, Dhe Irakli Kolaka
ishte specialist shumë i mirë për motorra, për të gjërat shumë. Dhe Ky ishte mbiemri juaj, Mojsiu apo? jemi, jo, ta ishin fis i jon, Po, po nga mamaja. nga gjysha. Po. Kam fjalë që nuk ishin Mojsi, po kam fjalë që nga Kavaja ka pasur shumë Shumë që ka studiuar në Vjenë. ka studiuar. Po dhe çfarë shprehish ju dha babai apo nëna apo gjyshi apo? Sigurisht, do të thënë, si çdo prind, i madh ishte njëri i shkolluar, njëri që e njihte arsimin, se edhe ushtria atëherë pak dalin shumë kurse. Edhe për të marrë gradën më të veçantë, gradën nga oficer depror, oficer madhor, duhet bëhe kurse s'bën. E kurse një vjeçar bëhet në Tiranë. Edhe zakonisht në këto kurse ishte pedagog të huaj. Kryesisht italianës e gjermanët. Që i ftohte me kontratë Ministria e Mbrojtjes Po. e asaj kohe. Pra, nga pikpamja e formimit për të lezuar, unë shfrytëzoja librin bibliotekën e Timeti. Megjithëse ato ishin libra për të mëdhenj, nuk ishin libra për të vejën, po atëherë nuk ishte libra kuptohet. Nuk është si sot i botohet Po. liberinë veçantë, libra të veçanta për fëmijët e kështu me radhë, sipas moshave. Pra, kjo më drithe, edhe që atëherë u fillova të lexoj në vazhdimsi. Kur ishim në Tiranë, isha në konvikt të Tiranës, kujtohet, ishte kohë e Italisë, kushtuar Shqipëria nga italianët, dhe ishte një libër, Maskara di Ferro. Edhe unë fillova ta përkthej. Kosa që më krokodili përkthej, po pasioni im për të mësuar gjuhën. Gjuhët i kam pasur veçantë pasion. Pra ju flisni Rusisht, italisht edhe anglisht, po tani, edhe që kur jam larguar nga detyra, anglisht edhe jam marruar, tani, sepse do dhe ta përdorosh. Qartë. E kam përdorur dikur kur isha me shoqatën, atë e përdorja, po pastaj aty kur jam të rregjur. Është një episod interesant që nuk e di a keni treguar në vend tjetër, po në ato bisedat tona, që ju e lidh babain tuaj me Leskovikun. Si komandanti i kufirit. I madh ka qenë në Përmet, Po. në Sek. Në Sek ka qenë. 1921, 1922, ka qenë komandanti i repartit ushtarak ishte në vendosur në Ersek. Dhe atëherë ushtria kishte edhe kufirin. Dhe ka pasur një rast të veçantë atje, sepse ishte komandanti i ushtrisë, ishte komandanti ushtarake, ishte komandanti i Gjallëmarisë, një aspirant. Ai ishte me origjinë nga Belerët e Kolonjës. Ishte nën prefekti dhe kryetari gjykatës. Ishte paria e qytetit. Po si të tregon i madhe Ersek atëre, 1000 vet mund të qenë. ishte vetëm një kafene. Dhe duke luajtur kështu, ai komandanti i Gjallëmarisë i thotë vetë Sfiro, thotë, unë sonde do iki në Gjerkitët, do rërbej nuset. Dormej nuse, po. E tha i madh, po ke marrë leje? Po i që leje, apo të them ty, po unë s'kam drejt të jap leje, për të gjëra. Po ja dhe të thashtë aty dhe. I mos e bëj të gabim dhe. Dhe unë po të kama do të burgos. Qa thua mërë dhe? E diti ku që mu më bëj, tha. Jam bej i kolonjës, tha. Po, janë ligë dhe shefi, tha. Edhe, kur, në fakt, kënë shkoj edhe, E kaloi kufirin. E mori femrën. mirë po, i madhë të më lodhi ushtarët e vetë, i buri, se një gramozit ashtë ishte dhe malë me
me shtigje dhe më të thënë, si që gjithë malet. Po, Nuk u kalosh kudo. Ka ca shtigje që janë kalush për njerëzit. A që të kur është me kafsh. Kafsh do i rrugë të caktuar. shumë të... Edhe sigurisht unë patrullat me çdo vend atje. Edhe në fakt u kthye ky komandi Gjermanisë, edhe kapi ushtarët e kufit, edhe me më burg shkishte për atje. Ku ishte kazerma në një dhomë atje. Edhe në mjesë kur shkohu thot në Kafene. kafene për të thënë, i qohë thatë edhe duke përfshizur. Ja, ky kavajsi, ky futi burg beun. Të kolonjarët të thoshin bej edhe atyre të varfërve që ishin krenari boshe. Sa pinge. Po, Edhe... Thotë që Mërmend ishte dyshi. Nuk ishte dhe një shtetë fëkishme dhe shtetë shqiptari ishte ashtu si ishte për atë kohë. Edhe të kamarjerit. Me bu kamarjerit më vënuën qikë 2 minuta. Edhe mare, te vënohe. Por do të ispiroj të është. Ore, kuj do të ispiroj ti? Kamarjerit gjë. O janë spiro beuta. Do të ispiroj për unë të gjitha që jeni i krishterë të. Po mirë të jam i beu krishterët dhe beu i krishterët ka vajsh. Ko disa jetë shumë, me zëtë lartë i jo dhe tjerë. Pasë beu, në që ka drejta të përgosi. Edhe u kjasu, situata. ishte një leksion i autoritetit edhe i vendosjes autoritetit të shtetit në... Më ka takuar një generali, kështu i thonë, ishte anë nga kolonja. Kolonia, duke e rëzë mirë kë mesele. Po, E nëse kam fjallë tu që ai atje fillorisht punën, ishte figurë autoritare edhe në shtëpi. sigurisht. Shtarakët edukohen të tillë, më thënë që zbatojnë autoritetin, zbatojnë ligjin, zbatojnë rregullat. Po nga shkolla në Bashkimin Sovjetik, keni ndonjë figurë që ndonjë pedagog, të matematikës, atë inxhinierisë, atë që ju ka ngelur mendje, domethënë si Jo, kishe, në fakt, në akademi, kur ishë, në thënë, unë isha dhe komandant i grupit atje. Se në grupit tonë ishim dhe 3 shqiptarë, ishim 3 ungares, ishim 3 rumun edhe 3 çek. përveç nga republikat Ishim këto komësi, që ishim në grup. në grupit tonë mësimore. Edhe me që di rusisht, se kishim bërë dhe shkollë për para, dhe 3 shqiptarë di rusisht. Mua me që kisha pasur në tyre këtu, togerisht me grada, po dhe ata tjerë ishin kështu, grada, toger, kapitenët, diçka tillë. Po, Me emëroj mua komandant të grupit. Ishte një detyrë kështu, si thosh, duhesh njëri organizative. alternative, jo, se çfarë. Megjithatë, raportet bashkë zakonisht me komandën e grupit. Dhe këta çekët me them 20 veçantë, ka me një grada gati çdo vit. Edhe erdhën togerat e këthe kur marrun në Ngoloja. Kurse ne togerat e kapitenat një gradë morëm, gjatë gjithë kohës. Ishte politika atyre e kuadrit. Të neve gradat i beshin shumë strikte, si mas kohës, të caktuar dhe liq. Qartë. Po, gjatë punës në ushtri, se ju keni patur një karrierë të rëndësishme ushtarake, po edhe një karrierë të rëndësishme shtetërore. Gjatë punës në ushtri, cili prej, po themi, burgshtetasve ju ka bërë më shumë përshtypje? Kemi folur për figurën e Mehmet Sheut.
Po me vetë qenë e kam njohur vonë, Po, jehona e ti vinte, reputacioni ti. e di, po do të tjerë, që ka pas kontakte direkt me të. Në fillim me vetë qenë me mua ishte shumë i egër, shumë rept. Sepse ka pasur kontradikta me timat të konduktës. Ai, Ai, Mehmeti, po. Mehmeti me. Dhe më tregoni se lik Bekteshi, një të lik në Bekteshi, kur momenti kur kanë dorëzuar detyrën, i matë, e thirrën Mehmeti e thirrën shpejt nga Moska, ishte në gatë më rështu, pa bërë vetëm një vit kishte bërë ai. Edhe Ndoshta 48-ën, 49-ën. ka qenë 47, 40, po. i dorëzoi detyrën. Edhe ky ishte përfaqësues. Shadiku ishte përfaqësues, do të thënë, për marrëdhënie marrje detyrës. Edhe matë madhet, e hodhi qesët e qesët dhe. Aja ka të porta dhe aty ke dhe. Qa gjera, a i mirë papshëm. Edhe matë shumë i zëmruar, do të thënë. Në një mënyrë, do të thënë, shkarkimi ti është një shkarkim politik si edhe më shumë. E që nga grupi filo-jugoslavëve, Jo, apo kundazi. i emberistëve. përkundazi matë ishte anti-Jugoslav. Po pra, i filo-jugoslavë të shkarkuan. Sepse ti në fillim Verhoxha i thotë mashtrimi, do të thënë. Spiro, që themi shoku Tito, në dërgoj ca shqiptarë, do të thënë, për modernizuar ushtrin. E dhe shoku e mërë, po shkemi që duhem, dhe oficerët vjetër atata, oficerët vjetër ne. Ka qak atata, ka qak ne. Që e më të përga ne. Që dhe me dhe shoku Stalin, po, që ka ushtri, bërë gjithë luftë për derde, bashkahore, nga mund të pësëm vërtet. Parakut, Marta Stalin, Brigida. A i përliron dhe me mira, oficera. Sa në duhen në rëfnimi vetëm unë në duhen, një më shumë. Si këshiltarë dhe gjithë ushtrin. Edhe, ja ty të më thënë, e punë Dhe në Korniz. Po. Dhe Mehmeti, raporti me Mehmetin? Raporti me Mehmetin ishte gjatë luftës për plasën e tia. Po. Janë bërë. Mehmeti shkollë italiane si austriake, po. I mazorishtë nuk fliste në fakt. Po. Po këtë rastin e kësaj ma ka thënë mirë kërë këthevo nga Austri, nga shkolla unë, nga bashkërë sovjetik, e gjithë shpi. Ishte paradite. Babë të që me di këtu? Në pension tithësh, po që vinë 28, a i 28 vjetë ishte. Si, 28 pension. E pa ta ja u plakëm, që u plakëm dhe 28 vjetë. Edhe po më tërgote këtë episod e sa gjithë të tjera që ka kënë një më një represion politik i e kohë. Po. Po juve vetë. Në fakt a i ishte deputet në shkolla në parlament edhe nuk ja provash njerëzit. Se që është si persekutuar da. Po. Ose se të është s'u të thoi që për ndjekur, por njeri që nuk i konsiderohesh në verët me. Ishte regjimi asaj kohë vërtet ka pasur bullallëqe. Këti karakteri shumë të exageruar. Unë i para mirë në kurën time ato. Se në vitin 82, unë që zërës ministri mbrojtës, u shkarkuam, edhe mund që në burejt komandë, shumë që jo brigade, po edhe komandë kompanije, ishte detyre për bashkët të silush. Edhe sigurisht, ishte një urit drastike, nga to ushte kishte grada. Mendoni që ishit i lidhur me Mehmet Sheun? Kjo është arsyeja e këtij pastrimi apo reforme brendshme rastësore? Po, ja, mendoni
Se me veç në fakt më vonë, kur erdhi në ministri, mas një vite përsisht, e ndryshoi opinionin për mua, komplet. Po, se keni punuar me ta, pa, ishte ministri i mbrojtjes në fund ai. Edhe kështu që ata mendojnë se unë jam të një vegjële me qepra kështu dhe si. Gjërat të vërtet janë të dhimbse për të kujtuar. Edhe unë para kam qenë të kujtoj të gjëra. Sepse kjo ka qenë një periudhë shumë e keqe e zymt në Këshillin Shqiptare. Po çfarë ishte, se tani bëjmë një bilans, ne s'kemi probleme me frikën nga regjime, nga paragjykime. Juve në moshën tuaj tani raporti me të vërtetën është raport real. Çfarë ishte me Meçeu si në pikpamje të aftësive të një burr shtetasi? Unë kemi qenë në bashkë për një emision. Tjetër. E kam thënë. Po, e ka thënë, po. Edhe të ka qenë viti masi unë ishe larguar nga detyra. Ka qenë 2008-2009 diçka tillë duket. Po. Dhe për mua ka qenë një nga kryeministrat më të mirë të Shqipërisë. Nuk flas për të anë të tjera. Ishte gjakatar ose... Ja, këto e të vetët punë. Flas si organizator. Si një organizator, si njëri që Shqipëria ka një vogël dihet. Ka që jemi. Në po ai ishte dikte çdo gjë dikte me perfeksionisht shumë të madhe. Dhe thot më një Alfred të rasista këshillojta që të mbash një blok të vogël natën e Komodina. Sepse natën vinë shumë mendim, si atë nuk të vinë më. Prandaj mua kështu më ndodhte. Tak, e deri shkruaj tha. Ja. E kam fjalë që ishte njëri që i dikte punën. Dhe i njifte fushat, bujqësinë, ushtrinë, ekonominë. Ai kishte pesgjutuar. Me ditë spanjisht, italisht, anglisht, se i bërë shkollë dhe rusisht, edhe... Dhe frëngjisht, besoj. Edhe frëngjisht, po. Edhe ata gjithmonë ligjerit duke lexuar diçka. Edhe gjithmonë libra që lexonte, nuk lexonte romane. Lexonte më shumë libra për kujtimet generalëve, marshallëve të ndryshëm, pushtimet të alatëve të kishën. Edhe në përgjithësi libra për ekonominë e këto gjëra. Ai nga ata nxirrte shënime, nxirrte konkluzione dhe mundohet të zbatohet aq sa mund zbatohet. A ishit juve, dhe më thënë, ai dhe ju, si tush ndër ideatorët apo ndë zbatusit e konceptit shqiptar të fortifikimit? Sigurisht, fortifikimi se ka betejës për ushtërinë shqiptare. Për Meçeun, ja besoj. Për me Meçeun, po. Dhe kjo ndodhi veçanërisht masi u godit me Qirballuku me grupin e tij. Ashtu u quajt. Këto ishte më shumë janë kundërshtim politike. Po ishte edhe përpjekje për trashëgimtar, kush do i zinte vendin e Enverit apo? Sa ishte reale. Por çështë e vërteta, Mehmeti bëri një revolucion në shtërinë tonë në atë kohë. Nga pikpamja e stërvitjes e gatshmërisë për fortifikimin, do të thënë, fortifikimi u teprua. U teprua, sigurisht. Edhe u teprua prej ti, ishte një paranojë që e ushqente Enveri më shumë apo ato gjëra tani se shtrohet në vonë që të mohabet. Asgjë nuk bëhesh pa dijenin e Enverosës. Po, ndoshta ai si kuptonte mirë ato. I kuptonte për shembull, kam parasysh Sazani për shembull. Fortifikimi i Sazanit është miratuar nga Enveri. Edhe unë di që qa llogaritë për shembull? Qa llogaritë komandante i shkollës së dënuan në Burg, pse qysh tek kurse blakt. Ai zbatoi me përvej, çdo gjë që ishte e vendosur me urdhër. Qa llogaritë për shembull me fortifikimin e Sazanit? Pra, cili ishte ai përfitimi ushtarak?
sa do rezistonte një Sazan i fortifikuar nga një sulm detara, sulm ajrora, për ta kuptuar fortifikimin sot nga brezat e rinj. Sazani ishte i fortifikuar që në kohën e Italisë. Po, natyrisht. Pjesërisht. Kishte për shembull qetrali vendosur në kazemate që në thesa të fortifikuara dhe po jo në çka t'ju bën vonë, aty u bë një fortifikim shumë intensiv për Kamsorinë, për artillerikun ajrore, për artilleri toksore, për depot e municionit, për shpitalit, e kështu me radhë çdo gjë ishte nën tokë. Dhe aty ishte një garnizon i përhershëm, rreth 2000 ushtarë. Ishte i përhershëm aty, me armatim, me gjithat, nga shpipa të mërë dhe ishte i vërtet ishte kthyer si një kryqëzor toksor, nëse mund ta quajmë kështu. Po. Pra, përshkimi u vlerësua, që më kujtohet në vitin kur ishte problemi i Kosovës, lufta e Kosovës. Më kujtohet që kam bërë një shkrim. Unë atëherë nuk ishte në ushtri, po merra me shoqatat e Atletikut, dhe ishte problemi që Miloševići filloi një luftim masiv ndaj Kosovës. Dhe problemi po ndërkombëtarizohej. Sigurisht një problem që ndërkombëtarizohet, pastaj i detyron forcat e fuqitë e mëdha të ndërhyjnë edhe vendosin rregull. Dhe unë ka dhe një ide në një shkrim që kam botuar në gazetë Albania. Po. Dhe që që duhet patjetër fortifikimin vend nga Shqipëri. Se dhe ushtria shqiptare ishte e ti ishte. Po, ishte rënuar mbas në atestatet. Edhe ky shkrim më kam bërë nëse nga bëmë mund në vitin 98. Dhe duhet patjetër të vend nga Shqipëri për sistemi fortifikimit. Sepse generalet Jugoslav, Serb, zorë se vendosin të futën territorin tonë duke pasur parasysh çfarë fortifikimi kemi neve. Çfarë? Fortifikim. Çfarë fortifikimi kemi ne. Ai lloj fortifikimi atë mund të përdorë edhe populli do të luftonte edhe do luftonte me siguri. Po. I organizuar dhe i paorganizuar. Por kam fjalë që nuk mund të hyjnë kështu kaj kollaj. Sepse mund të ndodhë kështu, siç ndodhi për shembull Izraeli me Sirinë, u futën izraelianë në tokën siriane, e Libani kapën toka atje, territore, dhe problemi nuk ishte më tash i asaj që kishte Izraeli, po problemi ishte këtyre që u pushtuan rishtas. Pra, mund pushtohet deri në Drinë, forcat ushtarake, dhe nuk merresh me njëri me Kosovë, por largoheni nga Shqipëria. Po. Pra, mund të ishte një variant i mundshëm ishte, për të menduar, për të realizuar nga Jugoslavët, po nuk e bën në ata, sepse u mendoj që luajti rol të rëndësishëm edhe fortifikimi jonë. Sa kushtoi fortifikimi? Ka një vlerësim? Jo, vlerësim tash në atë kohë nuk bëhesh llogaria të tilla. Po. Sepse Po një përfiturim para fortuar. Sepse për shembull, hekuri dhe navite nga Kina. Qimenton blenim këtu në vendin tonë. E prodhonin këtu po. Fuqia përdorej si ushtarë. Dhe nuk ishte një vlerësim kështu ekonomik. Po. Të tillë.
Po sigurisht kosta do të po të hysh me kosta kështu. Çfarë merrte Kosta madhe. sipas strategjive ushtarake? Çfarë merrte përsipër fortifikimit? Ta ndalonte sulme toksore, aerore për kaq ora, aq ora. Që bëjnë një shumë të karierë me torti. Okej, dakor, Sigurisht, ka janë planet pak në shi, nuk e di, duhet jetë arshiv, në mërë mendja. Dhe, kështu që, përgjithimi, llogaritë që qoftë nga deti, qoftë nga toka, nga ajri, Shqipëria të ishte e pa mundur të pushtohej llogaria. Por, në atë se do pushtohej, do arrestoj dhe në pashkate. Atëre, për të kaluar në luftën e popullore të shkallës 2 që quhej. Që quhej luftë partizane. Unë të thuan do të thënë vetë komanda depo kështu në zona malore, që të mbështetjet të një lufte të mundshme, të detyruar partizane, si thosh. Ishte një model sovjetik, perëndimor? Jo. Si dhe nga këtë që nga ndërtimi i ushtrisë, atëre u morë modeli, edhe izraelit, edhe gjyqeran. Se dhe ata kështu e kanë ushtrit, me bazë rezerviste. Kanë armatimin, municionin. Modeli fortifikimit? Jo, flasë për organizimin e ushtrisë. Po, ushtrisë, po. Edhe, pra, në çdo rast lufte, ushtria mobilizohet, për shembull, në ushtria në atë kohë, për 20 orë, vjen në armë 500.000 veta. Nuk është ka. 500.000 veta, gjysmë milioni ushtarë vjen në armë, për në 20 orë. Për popullsi afër 3 milionëve, është 2 milionë e gjysmë 3 milionë. Po, ishte llogaritur, ishte 500.000 vetë, janë ato. Dhe sigurisht që kjo mënyrë organizimi bëhej për të përballuar çdo të papritur. Çdo të papritur. Jo, llogariti ishte shumë saktë. Po. A keni ju... Dhe çdo gjë ishte parashikuar. Aty nuk u bë lufta që thosh, ishte tamam. Po. Por sipas meje, llogarit ishte saktë. Qartë. Ju keni dorë në këto llogari, domethënë Jo, unë nuk merrte me këto, unë merrte me fortifikimin. Po fortifikimi ishte shumë solid. Ta është edhe i tepruar. Po. I tepruar në kuptimin e sistemet të tërësi. Dhe i kemë bërë 2 eksperimentet mëdha që u bën një në Grykën e Kërcyrës, një që u bë këtu në Zaran Palavri. Unë një sipërfaqe të caktuar, rreth 204 orë kështu. Një skuadër, u vendos atje edhe qenë, edhe bakti të ndryshme, për të parë në pozicion dhe jashtë pozicionit, për të parë vetëm në mënyrën e rezistencës tyre, dhe përdorë gjithë armët e zjarrit, që disponon të ushtria jonë të. Ne disponojnë në tokë gjithë kalibrat e kohës. Dhe u bë një studim atë mbas shkaja. Qa shpëtoj, qa su shpëtoj, u bë dhe qenë kufiri. Sepse qenë dhe kufirit ka një inteligencë më të zhvilluar në të kafshëve. Ka si me tjertë. Për të parë që mbas gjithë të përpunimi me artillerie, cila ishte gjendja atyre psikologike. Dhe vërë edhe qenë fillim ishte tutuar. Po shumë pak kohë kaloi dhe morën vetëm një herë. Pra, këto bëhesh me qëllim për të parë dhe se s'po të vijë njerëz aty. Po. Mbas di përpunimi i zjarrit, cila do të ishte aftësia e dy ushtarit dhe ishte në këto pozicione. Na kishin frikë ne këto ushtrit e vendeve fqinje. Duan të thonë tani që edhe Greqia u armatos me armë atomike. Nga frika e sulmi, madje vendosi ato afër kufirit me Shqipërinë, zona e Janinës.
Na kishin frikë këto ushtrit e vendeve fqinja apo jo? Jugoslav apo grek? S'ka pas armë atomike. Jo, tjetër s'ka pas armë atomike. Nuk ka pat armë atomike. Është mit ky i rreshëm. Të pak nga sa di unë, edhe në zbulimit tonë, pra të kopjas, po nuk i më vonë që bëbë. Po. Ato jo. Por, jo, Shqipëri ishte një lokum shumë shumë e fort për të kollofitur. Po ai kishim ne edhe plane sulmi eventual? Ta thëm ndaj Jugosllavisë ose ndaj Greqisë? Jo. Kishte plane kështu që nëse na sulmojnë. Nga që të sulmoshim nga Jugoslavia, në depat tona kishte armatim, veshmafje dhe gjithçka për 50.000 ushtarë. Brigadat e Kosovës që ishin në shpinë të ushtrisë jugoslave. E kuptoj. Nuk kanë qenë, ka një zonë e Shanit, zonë e Peshkopisë. Po përkundrejt Greqisë, çfarë përgatitje kishim? Çfarë skenarësh kishte? Një lloj. Një lloj, do të thënë skenari mbrojtje rrethore, ose qysh mbrojtje kubike, nga toka, nga ajri, dhe nga deti. Kuptoj. Kalojmë te një pjesë tjetër që është presidenca juaj. Në 2002-shin ju u thirrët, Dheu ju thiri ju si ushtarak dhe si civile pranuat thirrjen dhe keni zhvilluar një presidencë që mbahet si presidencë shëmbullore. Keni bashkëpunuar me 2 kryeministra, Nanon dhe Berishën. Cila është eksperienca juaj me ta? Kë mbani më komod apo më bashkëpunues? Tani është një që kam thënë dhe tjera, po e pyetjen ju po e përsëris. Kur uftova unë në sedi ku ishte sedia kuvendit, kërësia kuvendit, atje ishin një fishin Nana, Berisha, dhe ishin një 7-8 politikan kryesorë. Ishte Ruçi, ishte Gjinushi, ndoshta s'ka. Jo, Gjinushi nuk ishte. Dhe më tha, Nana mori fjallën, ne mendojmë që të propozojmë dhe për të zgjedhur presidentin e Republikës. Nëse thanë në fjalët e tyre, unë se një panderova, nderi madh, sigurisht, kjo da shteti, nuk diskutohet. Unë tash duhet të them diçka tash. Unë tash kam një formim profesional, kam dhe një edukat familjare që unë nuk pranoj në rrugën punë të mia. Edhe në ta e morë mesazhin ta. Edhe për fat keq, më thënë. Mesazhi ishte marrë, po asnjëherë se ishte më tamam. Unë atë që thashtë edhe bëra. Që ishte kompetencë si takon të kompetencë e Republikës, unë më do të zëtoj dhe një fund, ashtu si duhet. Në bazë konstitutës. Dhe sigurisht që presidenti e këneve ka më shumë një rol shumë, si thush, nuk ka një rol drejtues të kajtë madh. Atë kushtet dhe jemi republikë parlamentare. Nuk jemi republikë presidenciale. Por ajo konstitut kishte do të ca gjëra, cilat unë i shfatova dhe me këmbgulje dhe me palëshim. Sistemi gjyqësor janë që varej, bëm një punë shumë mirë, pa pasi se nuk arrijë. 5 vjet nuk arrijë do të thënë. Bëj në gjithë madhe. Por unë, nga kryesori për mua ishte kjo që të arrije që forcat politike që janë të mos e qunin armiq, për kundërshtar politik. Po. Dhe e dyta, u mundova që për problemet kryesore të kishte dakordancë midis forcave politike.
si që për shumë pranimi NATO, pranimi në KB, PLB, e kështë të radhë. Dhe këtyre gjëra unë ju përmbajta. Unë mundova që të ndërtoj sa më shumë ura takimi midis Majtës dhe djathtë. politike, po. Sepse dhe të azisoj muret që ishin dhe në atë kohë. Sigurisht të të arrita që arrita. Dhe ajo që ishte e rëndësishme, mundova të ruaj administratën. Edhe unë dhe sot e kësaj dite gjithmonë i këshilloje politikanët. Duhet bërë shumë kujdes. Sepse mendimi im, cilën e ka shpallë edhe në komentateve, ishte që ndryshimi i pushtetit nuk është ndryshimi i shtetit. Janë dy gjëra ndryshme. Mirë, po për fat keq të dyre akoma vazhdon komitetet. Ndryshimi i pushtetit është ndryshimi i gjithçkaje. Ka një Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe këtë politika nuk duhet ta rregullojë. Sepse një çdo 4 vjet, pavarësisht se tani na më mori mandatin e 4. Po duke llogaritur që si ishte përpara që 4 vjetë, maksimumi 8 vjetë dëshoj. Duhet bërë shumë kujdes parasysh sepse sa krijohet administrata. Edhe gjithmonë unë tregoja çfarë rëndësi ka një punonjës i vjetër me përvojë kur punon në administratë. Kujto kam parë një film në ungares. Edhe revolucioni që bërë ata në vitin 56. Vitin 56, u bë një vjedhje. E bë një film atë për këtë vjedhje. Edhe u mblodhën ta ekspertët e policisë. Nuk e gjenin dot, kush jetë. E thirrën një policë vjetër, ekspert vjetër, kriminalistikës, i cili kishte qenë që në kohën e Austro-Hungarisë. Edhe ai sa e pata këtë e ka përfilanit. Sepse si çdo ka një arkitekt i mirë që ka gjurët e tia, duke dorë e tia, po dhe ai duhet i përsosën edhe i ka gjurët e tia. Duhet digitalizosh to. E digitalizosh to do përvojë. po Pra, do të thënë, pikërisht këtu unë ngulja kam që nuk e dia e mbani mend, do ka një episod që ju lidh juve në presidencë me babain tuaj, që është një takim me ministrin grek të mbrojtjes, Spilios Spiliotopoulos, në cilin ai e vlerësoi rolin e babait tuaj në luftën italo-greke, kur ai nuk pranoi që ta vinte në dispozicion batalionin Tomorri, apo jo? po, Të luftonte kundër ushtrisë së rregullt greke që mbronte vendin e vet dhe ju në njoftimin zyrtar të shtypit të presidencës thatë që ai vlerësoi luftën e popullit shqiptar kundër italianëve po. bashkë me popullin grek. Dhe ata reaguan e përgjinjështruan, thanë jo, ne vlerësuam rolin e babait tuaj, po jo të popullit shqiptar kundër italianëve. E mbani mend besoj këtë. Po, vërmet është. Edhe jo ambasadori shkujtot e Britania tani, kam takuar edhe Poloni pasaj të vizitë qytetare. Edhe ishte ambasador aty. Po, është vërtet që thoni juve. Unë po i shpjegoja, do të thënë, pikërisht që sepse bësh pura ishte fjala për ligjin e luftës. Pikërisht. Dhe ne shqiptarët të si, jo vetëm nuk luftuan kundër grekëve, po përkundër që janë si thosh indirekt edhe mbështetës të tyre. Sepse kjo është një vend i pushtuar, punë të bën italianë. Po. Vendim në medin ata, ushtria e tyre ishte që luftonte. Por ushtria shqiptare ata nuk ishin pak, ishin 6 batalione shqiptare. Po. 6 batalione shqiptare. Edhe u bë problem Mussolini kur shkoi te Hitleri
tha që më trathuan shqiptarët, tha. Po. Edhe ishin gati rreth 7.000 forca. 7.000 forca ishin forca shqiptare. Po. 7.000 forca, po, ushtarë të stërvitur, të përgatitur. Edhe ata jo vetëm që nuk luftuan, po shembun e parë dha Batalionin e Tomori, që komandoi nga Spiro Majsiu. Dhe unë kam shkruar për këto në librat e mia. Kam shumë me otësi këto ngjarje. Sepse për të janë jo vetëm janë reale, po janë ngjarje që tregojnë domethënë sinqeritetin e shqiptarëve dhe mbështetjen e shqiptarëve i dhanë grekëve. Jo të luftës ndërkombëtare. Pra nuk mund të konsiderohesh asnjëherë në si mënyrë ishim Si popullsi bashkëpunëtore. bashkëpunëtor me italianë në shpinë. Qartë. Ju keni shkruar një libër edhe për Kosovën gjatë periudhës së presidencës tuaj, ndodhi fillimi i shtetëndërtimit të Kosovës me asistencën e Perëndimit. Çfarë janë konsideratat tuaja në mënyrë të përmbledhur për Kosovën, për gabimet apo cilësitë që ka patur ky shtetëndërtim? Kjo diplomaci që Kosova arriti krijoi. Tani unë, kam shkruar një libër, libri ka një përmbledhje të shkrimit që kam bërë për luftën e Kosovës. Në gazetë të Shtypit Shqiptar. Kosova midis luftës dhe paqes. Kosova midis luftës dhe paqes. Dhe Nëse mund të thosh në mënyrë të përmbledhur. Në takimin që kam pasur me Ndieri Rugova, kur erdhi në Tiranë, i thash, president, juve po bëni një gjë jo të drejtë, gabuar. Po. Nuk ju duhet juve opozita. Ju krijoni shtetin e Kosovës, pastaj filloni krijoni opozit. Po. Ja thash, edhe arbitrat i kam thënë, mos filloni, se ju më shumë po vazhdoni energji keni me tet tani, thash. Ju keni Vazhdojnë ta bëjmë prapë. për fat keq. Për fat keq. Edhe një armejt e kam thënë, gjithë e kam thënë. Po të parit e kam thënë arbitrat. Po. Po, e kishim te Kosova, domethënë se Kosova vazhdon ende të jetë një lloj rasti për tu. Shikoj tani çfarë bëhet. Tani që u bë zgjedhjet e mbaruan, janë bërë 18, nuk e di, 19 tentativa për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, nuk e zgjedhin dot. Nuk e zgjedhin dot. Për arsye taktike. Kanë arsyet e tyre sepse problemi është ky. Që vërtet fitoi Kursi, po nuk ka numrin e duhur për të bërë qeveri e për të konstituuar parlamentin e kështu me radhë. Pra, ati duhet patjetër bashkëpunim me të tjerët. Mirë, po partitë e tjera besa duket nuk e kanë miratuar. Nuk duan të bashkëpunojnë me ata. Nuk duan të bashkëpunojnë sepse në fakt ja kam thënë edhe zotit Kursi, presidentisht, që kam thënë. Ne shqiptarët, ju në Kosovë të kishtë mund të ishte vrarë këtarë. Po dhe ne në Shqipëri, dhe prapë Kosovë nuk ishte erojnë të të. Me forca tona. Ma të në kushtë që ishim. Sepse ata ishim partizan, ne me ushtëri shkatruar, nuk e përballonin të të. Pra, po mos kishtë ndërhyrë Amerika, po mos kishtë ndërhyrë NATO, Kosova nuk mund të ishte erojë. Pra ne duhet jemi shumë kujdesshëm. Me Perëndimin. Me Perëndimin, më veçantë me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ka bërë Kosova gabime për kundrejt Perëndimit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse mund t'i përmbledhni me eksperiencën tuaj. Për mendimin tim, gabimi është se duhet. Tu nuk është problemi se nuk ka momente që duhet mbrojtur, ose duhet kesh diversitet mendimi. Problemi është se si e manifeston këtë diversitetin. Se si e aplikon këtë diversitet. Po. Këtu duhet bërë kujdes. Pra nuk duhet shfaqen publik, Jo, nuk shtit. nuk shfaqen publik, po duhet çdo që ka i kufi. Ka i kufi, domethënë, që nuk do të shkojmë deri aty sa të themi, jo juve ne dhe këtej. Sepse është afërmësh. Pa Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk e jo atëherë, po edhe sot.
nuk e të për para. Flasim të kushtet geostrategjike të Ballkanit. Ballkani ka shumë probleme. Po, Akoma problemet e Ballkanit janë siç kanë qenë. Kanë marrë forma të reja, po esenca është pa jo. po. Ka një moment që në fakt nuk është moment, është me rëndësi shumë të madhe, që është ndërlidhja që i bëhet sulmit apo çlirimit të Kosovës nga perëndimi pa rezolut të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, do atë Horizonte Ndërhyrjen Armatosur dhe ndërhyrjes në Ukrainë. Putini ditën e sulmit në Ukrainë e përdori sipas logjikës tij precedentin e sulmit të perëndimit të NATO-s mbi Kosovën. Dhe kjo është nga ato momentet që i ndërlidh atë që ndodhi në Kosovë me atë që po ndodh në Ukrainë. Jo, nuk është ashtu shpare kështu. Nuk është shpare kështu, sepse Kosova ishte pjesë e Serbisë, me atë kushtetues së tyre, kurse Ukraina ishte shteti i pavarur. Janë dy gjëra tjera. Ukraina ishte antare dhe OKB-s, siç është edhe Rusia. Kosova nuk është antare e OKB-s. OKB akoma se ka njohur Kosovën. Situata është ndryshe. Por ai e përdori, jam dakord, është vërtet. E përdori këtë, do të thënë, se në fakt e përdori dinozorit, që kisha me thënë. Sigurisht. Se unë jam takuar një me Putinin për të Po, ka qenë viti 2007. ke takuar në Kroacim, duhet. Po, në Kroacim, në Zagreb. Me ndërmjetësimin e Stipe Mesicit. Po, dhe... Jo, unë me porosita këta stafit tim që të kërkonin për të bërë një takim atje në Moskë. Kur në atë kohës ishte për... Po, ju keni qenë. Jo në Moskë, për të Zagreb. Të kishim një takim bashkë. Rusët nuk pranuan. Gjorë atë arsit e tyre, do të thënë. Justifikimin të vëtë sigurisht, që është mund për apo kështë sot diri që jemi dakord. Që diri justifikimin. Dhe me një dhe këtë kur vajtët atje, unë i thash Mesicit. Se të të shumë thash të bisedoj me Putinin, ka i kishte më betë. Dhe marrë më të mira me Putinin, dhe të bëjmë një takim. Qoftë shurtur. Edhe kështu edhe u bë. U ranë në midis seanteve. Pas dreke, me njerë, gjukam për kemë takimi. Edhe i tash dhe që kemi respekt të këtë në ratë, ato fjallë të zakonshme. Dhe që po, që keni ju me shqiptarë, thash. Dhe jo, dhe nësë kemi adhjë me shqiptarë. Po dhe pa kosovarë shqiptarë, jo, dhe pa aty të këtu është problemi të kemi edhe me serbët dhe kemi alat ta, alat të tanë dhe kemi edhe në fjallët, për ti me shtetur. Dhe po këtu bëhet fjallët është për disa parime. Dhe kjo që edhe unë a kemë të amjetë, të shikon, na i da nuk në vite të bëjtë të shpërteta. Dhe që i fjallë sa për të bërë bisedën. Po, por kjo është një gjë që nuk e di sa e keni ndjekur ju me vëmendje. Qëndrimi rus, ka një intervistë numri 2 të Ahtisarit, që ka si sekretari përgjithshëm Albert Orhan, sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme austriake, duket edhe trashëgimtar e pjesë të familjes mbretërore nga nëna i Geraldinës, i cili thot në 2006 thot ne kishim rusët pjesë të gjithë negociatave. Plani Ahtisari, rezoluta 1244 janë bërë me bashkëpunimin e rusëve me Çernomërdin. Ne kemi patur gjithmonë grupet negociatore ambasador rusë dhe në 2006 është firmosur një deklaratë e ministrat të jashtëm të grupit kontaktit në Londër, ku për statusin e Kosovës thuhet jo ndarje, jo bashkime i shtet tjetër, jo rikthim në gjendjen e pashme dhe respektimi vullnetit popullit Kosovës, që ka firmosur Lavrovi. Kjo është ekuivalente me pavarësinë. Dhe rusët e kanë ndryshuar qëndrimin fiks atëherë kur ju e keni takuar në 2007.
ka ndodhur diçka që rusët kaluan në pozicionin refuzues të qëndrimit tjetër, pjesës tjetër të perëndimit. Ashtu është, vërtet. Puna ashtu që ai më tha thotë që ne Kemi serbët aleat. kemi aleat serbë, kemi dhe fjallën i mbështesim ata, pik. Nga kjo anë dhe më tha të prerë. Po, Unë, shiko, unë kam mendimi që në përgjithësi diplomacia nuk ka të diplomacinë tonë, se ne kemi mund të kemi qytetë resh. diplomacinë. Po. Po flasë për diplomacitë e këtyre vendeve që kanë diplomaci klasike, si më thënë. Po, Edhe për luftë në Ukrainë, për mua, nuk është rezultat, lufta në Ukrainë është rezultat i punës të pamjaftueshme diplomacisë perëndimore dhe ligjore. po çfarë duhet po flasim një aspekt. Sepse ato kontradiktat që u punë duhet të ishin zgjidhur nëpërmjet një rrugë diplomatike. Pa ju jeni me qasjen e presidentit Trump, i cili thot, nëse do t'isha unë, pra nëse do të kishte diplomaci preventive, nuk do kishte ndodhur lufta. Po, Trumpi e ka me gjithmonë atë dhe ka për të arritur. Unë kam shpresë, ka për të arritur. Pra- Sepse, po t'i vesh detyrë vetes, që do të zgjidhin pa bërë luftë, ngjitet rruga. Sigurisht ngjitet rruga, se jo gjithmonë zgjedhet zgjidhen me luftë. Po, kur Po të jetë shumë i prerë kufiri, o kështu s'ka. Pastaj Rusët ankohen se ndryshimet politike që ndodhen në Ukrainë, ku vendoset të një qeveri pro-perëndimore, ajo revolucioni i Portokallin, Majdani e tjera, ishin edhe premtimet për ta futur Ukrainën në NATO ishin pretekst që sipas tyre çoi tek sulmi. Që puna është këtu se kur vendos Gjermania që u bashku Gjermania që u trojë rusët dhe atje, është biseduar që NATO nuk do lëviz. Nuk do afrohet Rusisë. Po, Në fakt kjo nuk u përmbajt, si duket edhe në vendet kërkonin për mbrojtje. Edhe arrit bëj për Ukraina dhe që me sa duket rusët toleruan dhe aty se toleruan dhe këtu nuk toleruan me. Dhe kjo është pikërisht për të dhe që diplomacia duhet punonte më mirë. qartë. Po, nga këndvështrimi ushtarak, ju po e ndiqni konfliktin. Çfarë ju bie në sy nga këndvështrimi ushtarak, do të thënë mbrojtja Ukrainase, fortifikimi, armët e reja, strategjit, është një luftë moderne apo në shekullin e 21, dronët. Për këto unë kam folur me e tjera. E s'duhet për së gjbetë është një gjellë që çdo luftë, që teknologjia ecë. Si s'ka lirë për avioni, civil tash, në fillimet e në gjinë e zetë, si të sot, si në të me ditë në sot, në gjithë antë, në është distanca, në që madhësia, në që shpejtësia, këtë në radhë. Pra, kështu edhe armatimi lëvis, në shumë. Edhe ka ecër shumë, përdorimi. E pikërisht, përdorimi i këtij armatimi, bëri atë që e ka ndihmuar shumë Ukrainën për rezistencën e saj. Po njësisht e Ukrainës kanë luftuar. Shiko, ka një histori shumë të ngatruar ata. Unë e njoh mirë atë histori. Po pra, nëse më thoni diçka. Tani është Ukraina është bashkuar me Rusinë, do të thënë rreth 350 vjet përpara. 40 vjet. Bashkimi ka qenë vullnetar. Edhe nga Ukraina çdo gjë ka shkuar në Rusi. Edhe feja, krishterimi nga Ukraina ka vajtur. Edhe Romanovët ishin shtëpia predorake e Rusisë, nga Kievi kanë ardhur. Edhe Kievska e Rusë. Është gjithçka e për. Tani këtu bëhet fjalë Ukraina, do të thënë po ta përkthesh në kufi. Ukrainë. Po, Po ta përkthesh.
Nuk është Pa një qytetërimi i përbashkët është ndarë në dy pjesë. do të thënë, jo, është për këtu që ati rreth 40% në që ka bëllë mund, janë rusëfolës. Rusisfolës. Rusofon tjetër. Po, Pjesa tjetër është, sepse mund të ketë Slovak, Polak, ruten. Hungaresh, të regjime me... Edhe fejt atje i këshu janë. Kisha ortodokse, nga pas patriarkanë në këteja, po ka pas dhe ortodoksi varshit nga Vatikani, Po, unik që quhen ata. juniatët, po. Dhe jo katolik, po uniatët. Po. Tjetër. Të rritit katolik. Si shkemi edhe në Itali që ka Arbreshe, po. arbreshet uniatë. Dhe në vend që ka një histori shumë të komplikuar. Për shembull, Poltava është pushtuar nga Pietri i Madh në vitin 1726. 1726. I bie 4 vjet përpara prezisht. Pra, në kohën e luftës me Karlin e Madh të Suedisë. Suedia ka qenë fuqi e madhe në atë kohë. Dhe atje në Poltavë u nesh Pietri i Madh me Gustavin. Edhe Theo. Edhe për Theo keq. E shpërtaroj, domethënë. Edhe ai u bë me një pjesë të stafit tij shkoi në Turqi, dhe atje vdiq. Dhe që atëre Suedia mori fund. Kur Turqia avancoi, Rusia avancoi. Derisa pushtoi këto. Ato pjesë që janë të Ukrainë janë 100 vjeçare i bashkonin, jetonin me rusët bashkë. Por, kodadikat që kanë kaluar 100 me arë kanë filluar që në kohën e revolucionit. Që në 1918 është luftuar midis ukrainësve dhe rusëve. Midis rusëve sovjetik. Sovjetëve të thotë. Dhe ajo, edhe gjatë luftës dy botërore, Ukrainët kishin një ushtri të madhe me uniforma gjermane. Po, bashkëpunoni me gjermanët. Kishin rreth nga 400.000 vetë ushtarë. 400.000 vetë nuk janë pak. Ta në thosër, edhe të bisë dhe generali Pavlov, që ishte i komandë i armatës sovjetike, dezertoja në jebë me gjithë ushtrinë, edhe ai ishte komandë i tyre që e vrana dhe përse në 25 e kapët e vrana. E është një histori shumë e komplikuar në thellë. Gjithsesi ne jemi që, pra, pikërisht edhe Gjermanët dhe llogaritën shumë mirë për të ndarë Ukrainën nga rusët. Nuk i ndonë dot. Pati shkputje parciale, po jo totale. Me sa duket kjo, janë NATO, ata nuk doni që NATO të ishte, sepse ashtu që me dhe biseda gojore, jo me dokument. Por aty janë bërë gjithmonë luftra edhe në mesjet. Ukraina ka gjithmonë rëndësi strategjike, Krimea ka qenë pjesë e Rusisë. Atë Krushovi kur ishte i pari ja dha 54 ndoshta. Ja kaloi Ukrainë. Po ajo ka qenë se Sebastopoli është baza kryesore e ushtrisë sovjetike. Flotës ruse. Dhe ata e mbajtën si... Por, atje për shumë kishë shumë në kohën e bashkisë sovjetike, shumë ministra që ishin Ukrainës. Ushtria kishte generali Vatutin, për shumë. Ka një nga generalet e mëdhej të luftës botërore. Ishte Ukrainës. Generalit tjerë, do të thënë, nuk në ndani fare të gjera. Ukraina që jonin pjesë të pandarë të Rusisë. Në këtë pjesën e fundit të bisedës sonë që po mbyllet, unë ju falenderoj që patët energjinë, qartësinë edhe respektin për mua për të biseduar kaq gjatë. Ishta këshilla për, po. Tani unë me që folja për këtë, me që thash fjallet, sepse shikon dhe zërin e ime nuk është në rregull.
Sigurisht që u kam refuzuar shumë televizione për biseda, jo se nuk dua, po të shi edhe gjendja shëndetësore ime nuk është më asaj shkallë që ishte dikur mosha më të vetës. E këshillat e mia për shoqërim, për klasën politike. unë them ka shumë probleme, po dy gjëra për mendimin tim janë, si gjykojmë janë shumë të rëndësishme. E para, bujësia. Bujësia të ne është në pazore. Dhe unë them që duhet që nuk kam asgjë kundër femrave, për kundërzi, por në krye të ditë kraserit të bujësisë duhet jetë një njeri që e njeh bujësinë. Jo me të lexuar, po e njeh, e ka nuhatur tokën, si të është ditë ragolli. Po, Edhe sepse bujësia është shumë e rëndësishme. Ne, me sa duket, nuk do arrim të prodhojmë asgjë. Po të paktën prodhojmë për veten tonë, duhet ta kemi. Sidomos tani që për zhvillimin për turizmi, duhet paktën ta mbështesim turizmin me bujësinë tonë. qartë. Edhe që është të thënë, isha si vjetë ka ca muaj, isha në një fshat në Vajzë të Vlorës, kishin një festë atë dhe më ftuan. Edhe bisedoje me atë pronarin aty të lokalit. Dhe s'ka pak ti, tha. Edhe një çoban që kishim këtu, tha, ai po i shiti, tha, se jeni pa martuar, tha. Nuk martohesh njeri, nuk i martohesh as ti, as fëmijët e tia. S'martohesh i dot, tha. Pra kam fjalën që duhet bujësia rruar, nuk mund të jetë për gjëra spontane. Do një studim shumë serios. Unë kisha me thënë, edhe vësi po edhe për këtë problemi tjetër, duhet të quajmë instituta, grupe pune si duhesh, po duhet studiuar. Nuk mund të bëj ministri studime. Mund të bëj përgjigje shumë të lokalizuar, po jo. Studime rrisore nuk bën dot. Përveç Unë kam bujësisë. qenë zëvendës ministër, kam qenë ministër, edhe di. Është rutina është e pavitueshme. E pavitueshme. Pra duhet të ketë një institucion që të bëjë Që bëj studim. studime. Përveç bujësisë, tjetër. Tjetër që është e emigrimit. Në veçantë emigrimit të trurit. Tashi bashkë një personalitet tonë shkencor, që do është i besti në botë për këto studimet e ndryshme. Dhe kemi njerëz e vërtet shumë cilësorë. Po, Tani nuk mund t'i pengosh ato, sa të shkojnë atje ku vërtet jenë fushën dhe të studimit, të aplikimit e shumë me radhë. Por ama që ne duhet kemi njerëz me mend në kokë këtu në vendin tonë duhet kemi. Dhe duhet afruar tani, mendimi im. Duhet bërë çmo që të afrohet një pjesë e trurit tjetër, të kontribuoj për Shqipërinë. Edhe duke filluar që nga pozicioni i ministrit e me radhë. Pra, këto dy gjëra, unë mendoj që duhet studiuar. Nuk mund bëhen kështu në mënyrë kaotike. Nuk mund zgjidhet duke ecër. Duhet shtruar me lapsitor. Një këshill e fundit që është politike. Ne kemi punuar, ju keni qenë pozitën e lartë presidentit, unë kam qenë këshilltar i paraardhës si tuaj, bile për pak mund të punoja edhe me juve, Po. do ta kisha nder që të punoja. Unë ofrova. Po, ju më ofruat, edhe është nga ato momentet që kam bërë gabim me siguri, por ka një kryeministër që konfirmohet për mandat 4. Dhe tani kemi një president që nuk është më me kompetencat që ishin me kushtetutën e nëndorit 1988, por me kushtetutat me kompetenca të rishikuara, veçanërisht në emërimet, në drejtësi e tjera e tjera. Çfarë presidenti duhet këtij kryeministri për ta kufizuar sadopak atë
po themi autoritarizmin normal që ndodh pas 3 mandatesh, kur hyn mandatin e 4. Ishtë mirë dhe këtë takime që bëmë, si unë atë nëse kujtohet bashkë me si organizuam bëjmë takime presidentëve të Ballkanit. Edhe kujtohet ky presidenti Bullgarisë. Zhelevi. Jo, Zhelevi. Po, Konstantinov ndoshta. Jo. Nuk kujtohet tani. Nëse. Harrova tani emrin. Dhe po bisedojmë tha, asnjëherë tha, politika kryeministrat nuk duan që presidenti marrë mandat dytë. Se vërtetë shumë. Se kompetenca çiko, disi puna, është vërtet kompetenca po ka. Relative, po. Ka kompetenca. Prap ka, po. Ka. Është një kompetenca aty për shkakun që thotë që i jep presidentit të thrasë këdo për ta informuar. Me bëjë nuk ishte vogël. Se kur vjen këtë për të informuar, do t'i vesh edhe detyra. Do të thotë që shiko këtë punë, se ke mirë, ose këtë e ke kështu, tjera për të folur në kuvend. Unë aplikova një 3 herë ka dhe të shka tjilë. Këtu janë të gjera që nevojme nga kalura. Akoma e kemi mentalitetin e njeshit. Mi po demokracia nuk përdon njesh. Demokracia ka ndarje pushtetesh. Sot për shikosh nuk duhet ndarje pushtetesh. Kryeministri do t'i ketë gjitha. Po pra, ju Mejdani i rezistoi, po themi, përpjekjeve të kryeministit Nano, ishte një lloj edhe këshilluesi, po dhe frenuesi për kryeministrat e tjerë, Majko dhe Meta, ju rezistuat presionit apo joshjeve të Nanos edhe të Berishës, madje rasti prokurorit përgjithshëm ishte Sollaku, atë ishte rasti rezistencës fort institucionale, po sot duhet një president i fort sipas jush? Jo, ne në atë parë duhet politikanë tonë të demokratizohen. Sepse një politikan që njeh ç'është demokracia, nuk i bën gjëra. E shikoj tash që ç'bën Meloni kur shkon me presidentin e Italisë, e respektojnë kur. Ai mëse nuk i çaklloj kompetenca ka, po nuk bëhet të ketë ndonjë më shumë se ka më pak. Kjo e jona. Për të shpuna edhe si i aplikon dhe si i kërkon. Qartë. Edhe si bashkëpunon. Të dy palët. Pra duhet ndarja pushtete, për shumë, kërministër, kryetari i parlamentit, po kisha edhe do diplomit, do të thënë, ai nuk lejon dhe njeri të pushtë unë të parlament. Ashtu si duash. Po. Partisë, këtë i mërat. Janë të gjera që duhet se si të maj pozicioni që duhet. Po këtu duhet për shumë që ose putesh në politikë për të bërë njëshin, a ju gabim mas. Demokracia nuk përdon njesh, është e njerë. Se ka ndarje pushtetesh, njësa ka ndarje pushtetesh, nuk ka njesh. Ka kompetencë, po. Sigurisht kryeministri ka kompetencë nga ekzekutive tjetë. Po kjo nuk do të thotë se Meloni e vendosi për të bërë kampin në Lezhë, në gjatër. Po. Po amatis nuk i di sa ka, 20 vete ka, s'ka. Se ju kundërvon të tjertë. Elzbieri ju kundërvon. Në bazë të kompetencës kushtetuese. I ta pritë, nuk bëhet shu. E kam fjallë që duhet ndarë mirë këto gjëra. Qartë. Duhet ndarë mirë edhe nga ai që duhet i mbroj veten, po edhe nga ai që sulmon për t'i marrë gjitha. Unë ju falenderoj, ishte kënaqësi shumë e madhe, ju jam shumë borxh madje, po borxhet do shlyhen. Një ditë ju uroj jetë gjatë dhe shëndet Tash edhe... unë e pranova mentor me juve, se tash të jemi bashkë, prej kohësh, në të kujtohet pa të thirë atëre. Po. Kur unë si që marrë akoma detyrët
Dhe si kështë marrë presidencë akoma, po, i ka zgjedhur. Po, ishte një muajshi, po, që korrik gusht. Embasaduar, do të thënë. Edhe sekretari që ishte edhe prisme, thash e qëndroj për 6 muaj. Qëndroj më tej. Doja ta mbaj edhe atë për shumë. Sepse unë i kështu që eksperienca është një pasuri. Pasuri individuale, po kur jenë në postet larta nuk është më thjesht pasuri individuale. Është pasuri që duhet vënë në shërbim të kombit. Edhe neve kemi gabim këtë. Neve nuk e... Për shembull, të neve, unë që kreoj kështu diturve. Pse? Unë nuk isha jurist. Vini ligje 2 janë, vërtet u do vendosja. Do të mund të thoya, hajde, bëj visto, gjitha. Po të është kukull, s'mu t'jesh. Prandaj krejova kështu diturve, ata ishin juristat të mirë, o marri që tjerë, me të njës me kompetencë, me përvoj. Dhe ata më ndihmuan shumë. Kështu që megjithatë, unë them, neve akoma jemi duke u pjekur. E si demokraci, e si politikan, por duhet të vjetit t'i dëgjojnë. Bëjnë gabim. Bëjnë gabim, për të dalë në beson, do dalë beson. Po kjo është do të thotë se je pa vlera. Ne du të mësojmë t'i vlerësojmë njerëzit që kanë punuar dhe punojnë për kombin. Faleminderit. Po dhe unë ju falenderoj. Ishte kënaqësi të nderuar teleshikues të Radio Televizion Shqiptar, dëgjues të Radio Tiranës, ishte bisedë me një nga mbështetësit më të rëndësishëm të fillim shekullit të 21, me një eksperiencë të jashtëzakonshme shtetërore, ushtarake, një familje e cila ka lënë gjurmë në historinë e shtetit shqiptar, e kombit shqiptar, dhe këtë bisedë do keni mundësi ta dëgjoni të martave në Radio Televizion Shqiptar në kanalin 1 në orën 11:30, 23:30 dhe të shtunave në mesnatë. Ishte kënaqësi pra që ishim bashkë, natën e mirë dhe mirupafshim.